Allah është për leftë hoqë, inshallah kështu në vazhdu me pyetje që na kanë ardhur. Pyetja parë, selam aleikum për hoxhën tonë të nderuar, si duhet të sillet ai që kërkohet për këshill? A është i obliguar ta thotë atë që e konsideron të vërtetën dhe nëse e di se pala tjetër mund të mos i pëlqejë? Allah është për leftë. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në bejan që e kanë thonë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pjesë e zotimeve që i kanë thonë ka qenë edhe kemi me e këshillue gjithë se cilin që na kërkon këshill. Thonë kjo ka qenë besatimi beja e sahabëve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në pjesë e madhe e shirrit të musliman hinë për shkak të kësaj. Një, se nuk këshillohet kërkush më kërkon, ajo më çështje tjetër. Dy, kur kërkon dikush këshill, ky mundohet me ia dhënë këshillën sipas asaj që ai që ka kërkuar këshill dëshiron, dhe kjo është gabim. Ai që kërkon këshill, ky që jep këshill duhet me dhënë ky që shmenon, jo që është përshtatet atij. Ajo që është e ndaluar, është haram, është me dhënë këshill të devijuar. Kur ka pyet dikush, nëse mundesh me këshilluar drejt, këshilloje drejt. Ndodh kanë era që s'mundesh me këshilluar drejt, për shkak të rrethonave, për shkak të fesadet që mundet më bo, për shkak të keqkuptimeve, për shkak të ka raste të ndryshme. Nëse ndodh ndonjëherë për çështje që s'mundesh me dhënë konsultën e drejtë, çështja që është e preme është mos me dhënë konsultën e shtrenjtë. Por me gjithë fjalë me lënë me kuptuar që për këtë çështje unë nuk mendoj shumë mirë. Për shembull, në rast shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pyet për dikon që ka ka lyp një çik dikujna, e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka mendon për filonin, për filonin? Ka thonë filoni i rrej gratë, filoni e ka kallzuar çështë që ka. Cilësi. Tash më bova kia më kallzuar na drejt rëllazit e tonë, ata së xhamis filma. Pse ti kishe thonë se kjo është Allah na rujt, është nivel tepër i ulët. Nivel tepër i ulët i kuptimit fesë që e ka një defekt, edhe kur kallzon ti për defektin e tij, ai dhënohet pse ti ke kallzuar drejt për defektin e tij. Tash këtë rast duhet me peshuar çështjen. Nëse çështja mundet me tërheq mas vete problemet, mundesh me dhënë disa shenja, disa fjalë që pyetën dikon tjetër, ose unë qëtë mendim nuk e kam shumë qartë se diçka, por ajo që është e ndaluar është me dhënë këshill të devijuar, kurse këshillën e drejtë, nëse mundesh me dhënë, duhet me dhënë të drejtë, nëse s'mundesh me dhënë, të paktën duhet me bë alamete shenja se nuk pëlqen ose pëlqen që ajo çështje, vallahu a'lam.